Arushe. O komari. Ngriva. O bit. Ngriva. Ngriva. Jam duke sa të t'i protiljo. Ngriva. Home, sweet home. Unë erdha mbrenda shtëpisë, e aba Sylarushes një surprizë. Me mision, unë ju ngriva, pa për vedi, krejtë shkriva. Te shtret dit, shumë po mungon, isha boj me himran me dronë. Me rejtë ndashni nuk e kam ves, pash da loje një është dhe të pres, unë i shala nuk po des. Du me talon një amanet, vrenozin tem, ma ke kasa vet. Ashtë i mirë, ka zemre në orë, më ka marrë malli me më thirë gomarë. Për ty unë i thashtë të shpër ju ejtët me, se unë e ndi që anë ditë ti. Nuk moj e natë e s'jam skuth, tanëve ju du, ju për qaputh. Sena vesh për vedi, po për tanë shimtarin, mos gabuni si unë runi qëtsin. Për me fitu, duhet me kënë qetë e para me vazhdu. Tesh mu duhet me shku, vesh të mira, du me juru. Shumë faleminderit. Jo. Kiko. S'më pushe. O gomar. Pa e kur një në balë. Pas është lejohet. Të si pa mendje, si pa mendje. Jo. Shione. Shkriva. Juela! Olivion, Wow! kjo ishte komplet e papritur. Edhe nga ne, më beso. Po ku i ka gjetur ato trëndafila aq të bukur njerë, shita të gjatë që janë, më të gjatë trëndafilat se Seno. Faleminderit shumë, ishte një surprizë shumë e këndshme. Dua të them dy fjalë për Senon. Seno është një djalë me një zemër shumë të madhe. Ato ditë do me thënë që kemi ndenjur këtu afër, ka qenë shumë, do me thënë, diçka natyrale, lezetshme, bukur. Sigurisht i kam thënë që ne kur të dalim do jemi miq, shok. Të them të drejtën, unë e vlerësoj shumë gjestin që ai bëri, është një gjes shumë romantik, shumë i ëmbël, edhe tregon realisht edhe ëmbëlsinë që ai ka, dhe shpresoja që do ta tregonte edhe këtu brenda shtëpisë, përveç asaj gjë që ai mund të mendoje për mu. Patjetër, po t'ja lëm kohës. Faleminderit. T'ja lëm kohës atë. Dgjoj, unë jam shumë i lumtur që Seno solli lule për ty dhe jo për Lilin. Po te ju thash, më ju thash. Sa thanë për ty, thashe, jo Do të kem shumë kujdes. Duhet ta kesh kujdes, po. Që lind nga vetja ime në radhë parë dhe patjetër edhe për miqësinë me Senon, kështu që patjetër. Okej. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Kështu pra, me sa duket qenë kërka edicioni i dashurisë, një tjetër çift, po nuhasim po si më ngeli kjo Armela?